Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pas shumë vitesh martes, Big Basta dhe Vesaluma i japin fund. Firmën VIP ka nisur dhe një ndër pjesëmarrësit e tij është dhe reperi Big Basta. Edhe pse pjesëmarrja e tij ishte pritur me interes, pak para nisjes së spektaklit u përhapën thashë theme të forta rreth një mundësie konflikti brenda çiftit. Thuajse mes tij dhe bashkëshortes së tij, këngëtares Vesaluma, kishte lindur një mosmarrveshje pikërisht në lidhje me pjesëmarrjen e tij në Ferma VIP. Sipas thashëthemeve, Vesa nuk ishte dakord që bashkëshorti i saj të largohej për një kohë të gjatë nga familja dhe të merrte pjesë në një program që kërkon angazhim. Dyshimet për një mundësi tensioni u përforcuan mbrëmjen e djeshme gjatë hyrjes së Big Bastës në spektakël. Kur ai përshëndeti djalin e tij, ai nuk dha asnjë përshëndetje për Vesën. Prezantuesja e spektaklit e dukshme në shenjë kureshtie e pyeti atë nëse do të përshëndeste vetëm djalin, ndërsa Big Basta pas një pauze të shkurtër u përgjigj: djalin dhe familjen sigurisht.